shumë e drejtë kërkesa për opozitën për të qenë mbështetëse, besoj ka qenë gjithmonë mbështetëse, s'ka dyshim për këtë, por një mënyrë e mirë për të qenë edhe mbështetëse do të jetë që minimalisht komisionet parlamentare të jenë në dieni të aktivitetit tuaj, duke filluar që nga lista e ligjeve të cilët janë sipas qeverisë prioritet për integrimin, e kemi kërkuar, nuk e gjejmë dot. Pa folur pastaj për faktin që për shembull në komisionin ku unë bëj pjesë, ekonomi financë, mund të jenë diçka të 10 apo 11 kapituj që mbulohen nga veprimtaria e këtij komisioni, ndoshta edhe më shumë se kaq. Ju s'keni ardhur ndonjëherë as të flisni, as të raportoni, as të jepni informacione minimalisht për çfarë po ndodh me secilin nga kapitujt, minimalisht për të na prezantuar një gap analysis për analizën e diferencave, të hendeqeve, dhe jo më pastaj për të folur për pozicione negociuese, besoj do të ishte mirë që ta fillonit nga kjo gjë. Do të jemi absolutisht shumë të gatshëm t'ju presim e t'ju dëgjojmë. Por tani shpresoj të ketë hyrë në rrugë. Disa çështje që kanë lidhur